Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Riktimi i dialogut strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kosovën ishte në thelb të takimit ndërmjet presidentes me zëvendës sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Christopher Landau. Përmes rrjeteve sociale, Vjosa Osmani deklaroi se me Landon kanë diskutuar edhe për një sër çështjes që lidhen me bashkëpunimin dypalësh, sigurinë, paqen, ekonominë dhe integrimin euroatlantik të Kosovës. Ajo foli dhe për nënshkrimin e ligjit nga presidenti amerikan Donald Trump në të cilin përfshihet edhe Republika e Kosovës, e cila parashikon mbështetjen e sovranitetit dhe integriteti territorial të vendit duke përjashtuar ndryshimet e kufive dhe përcakton që dialogu me Serbinë të bazohet në njohje reciproke. Ja shpreha falënderimet e popullit të Kosovës për ligjin që sapo ka nënshkruar presidenti Trump, në të cilin përfshihet edhe Republika e Kosovës dhe jo vetëm, por në veçanti thuhet që nuk do të ketë ndryshim të kufish, pra mbrohet integriteti territorial dhe sovraniteti i vendit tonë, qartësohet se dialogu me Serbinë duhet të bazohet në njohje reciproke për krahat antarësimi në NATO si dhe investimet strategjike në fushën e ekonomisë. Në takimin me zëvendës sekretarin, presidenti Osmani theksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për antarësimin e Kosovës në NATO dhe për rritjen e investimeve strategjike në sektorin ekonomik. Ajo nënvizoi nevojën për koordinim të plotë të vazhdueshëm me SBA-n si aleat strategjik dhe ka shprehur besimin e plotë në administratën e presidentit Donald Trump. Dogana e Kosovës kalon parashikimin e qeverisë për të ardhurat vjetore, nga rreth 1.8 miliard deri në fund të vitit parashikohen rreth 1.9 miliard euro. Kjo përbën rreth 135 milion euro më shumë se sa viti para prag dhe kalon projeksionin me rreth 70 milion euro, deklaroi drejtori i përgjithshëm i doganave. Në përmbledhjen e punës së vitit 2025, Agron Lagaliu vlerëson se Kosova vazhdon të mbajë rekordin e shpejtësisë për zhdoganim në Ballkanin Perëndimor. Nga mesdita deri në orën 16 bllokohet qarkullimi i lëvizjes së qytetarëve të Kosovës drejt Serbisë. Ministria e Punëve të Jashtme të Diasporës së Kosovës njofton se më 24 dhjetor segmenti rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlis në Serbi do të jetë i bllokuar nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të banorëve lokal. Bllokime të tjera parashikohen më 27 dhjetor, nga ora 11:52 deri në 18:52 dhe më 3 janar, nga ora 9 deri në mesnatë. Qytetarët këshillohen të përdorin rrugë alternative dhe të planifikojnë me kohë udhëtimet për të shmangur vonesat dhe pengesat. Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 7 persona me akuzën e mashtrimit të shtetasve të huaj, kryesisht italian, duke u premtuar investime në bursën Forex për të përfituar. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata ka realizuar veprimtari mashtruese në ambientet të shoqërisë Ozar nëpërmjet një skeme të mirë organizuar, realizuar në formën e një call centeri. Brenda kësaj veprimtarie të pandeurit në fjalë kanë marrë pjesë në realizimin e skemës mashtruese të drejtuar ndaj shtetasve të huaj, duke kontribuar në funksionimin normal të mekanizmit. Mbitarën ndon akuza për mashtrim me pasoja të rënda. Bota. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur ndalim hyrje për 5 persona për shkak të censurës së supozuar të platformave online amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaron se mes të prekurve janë 2 drejtorë menaxhues të organizatës gjermane Hate Aid, e cila bën fushat kundër abuzimit online. Ndalimi i hyrjes synon gjithashtu ish komisionerin francez të Bashkimit Evropian Thierry Breton, i cili konsiderohet si një nga arkitektët e aktit të shërbimeve digjitale të Bashkimit Evropian, legjislacion që rregullon platformat online. 5 individët kanë udhëhequr përpjekje të organizuara për të detyruar platformat amerikane të censurojnë shtypin dhe pikpamjet amerikane që ata kundërshtojnë, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.